Ishulli i Sazanit në brigjet e Gadishullit të Karaburunit në Shqipëri është hapur së fundmi për vizitorët, por historia e tij mbetet ende një mister, shkruan Adi Train në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Express. Vitet e fundit Shqipëria ka fituar popularitet si një nga destinacionet e preferuara për pushime, fal plazheve dhe peizazheve të saj mahnice, por një ishull i pazakont është kthyer në trend për një arsye tjetër. Në brigjet e Gadishullit të largët të Karaburunit të Shqipërisë, ishulli i Sazanit mbetet një nga destinacionet më misterioze dhe më pak të njohura të Europës. Pavarësisht bukurisë së tij magjepsëse, ishulli 5.7 km2 ka qenë prej kohësh i ndaluar për vizitorët për shkak të së kaluarës së tij të errët ushtarake. Dikur një bazë strategjike e nëndeceve dhe armëve kimike për Bashkimin Sovjetik gjatë luftës së ftohtë, tani ishulli është ndëruar në zonën më interesante për vizitorët që tërhiqen nga turizmi i errët. Pavarësisht të kaluarës së trazuar, ishulli i Sazanit është një parajs për adhuruesit e natyrës. Ishulli është i rrethuar nga ujëra të pastra kristal, shkëmbinj e limane të fshehura që ofrojnë pamje mahnice të deteve Adriatik dhe Jon. Me klimë mesdhetare dhe bimësi hearlisur e të egër, shfaqet një kontrast i fortë me strukturat e tij të shkreta dhe të braktisura. Ndonse ishullit i mungon ende një infrastrukturë turistike e plot, turet me varka nga Vlora tani lejojnë vizitorët të shkelin në këtë tokë dikur të ndaluar. Ndërkohë që aksesi i plot në tunelet ushtarake mbetet i kufizuar, turet me këmbë ofrojnë një mundësi për të parë nga afër historinë e Shqipërisë gjatë luftës së ftohtë. Ata që kërkojnë një destinacion unik rekomandohet të vizitojnë ishullin e Sazanit, i cili ofron një ndërthurje magjepsëse të historisë, misterit dhe bukurisë natyrore, duke e bërë atë një udhëtim të domosdoshëm për turistët e guximshëm që kërkojnë të eksplorojnë xhevahiret e fshehura të Europës.